Përshëndetje, flasim për sa përket pikërisht datës 18 tetor të 2025. Duket se është një ditë që ka rëndësinë e vet, ka mundësinë e artë në lidhje me takime pune, në lidhje me disa bisedime telefonike mund të bëhen, sepse si fundjavë edhe si mundësi që jepen në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën, kanë të bëjnë me disa ndryshime, por gjithashtu është edhe një moment shumë pozitiv ku gjërat do jenë më ndryshe dhe ka një çështje që lidhet me ekonominë dhe stabilizimin. Zakonisht të kuptojmë dita e shtunë ka një kuptim ndryshe sepse është dita e Saturnit ku bëhen disa blerje ose disa bisedime, disa probleme që keni pasur para disa kohëve, duket se do t'i zgjidhni nga dreka. Mërkuri në trekëndësh me Jupiterin nga Gaforia u jep një mundësi shumë të mirë dhe momenti që ka të bëjnë hëna është momenti më i mirë dhe më i sigurt për çështjet e financës dhe për bisedimet e rëndësishme që do kemi tani e tutje. Nuk diskutohet sepse kjo ditë është mjaft e mirë dhe biles ka të bëjnë edhe me disa çështje madhore financiare dhe disa ndryshime të papritura që mund të ndodhin gjatë kësaj dite, që do thotë lidhe me punë ose një takim i papritur mund të jetë edhe mjaft pozitiv, sepse gjërat e papritura nga dhe janë mbreti gjithçkaje, asaj që nuk është për të mirë, për të keq, dhe është dhe diçka shumë e mirë dhe lidhet me punën, lidhet edhe me çështje që mund bisedoni për një shtëpi, mund bisedoni për një makinë, mund bisedoni për një blerje pra të rëndësishme, pak rëndësi ka se çfarë mund të jetë ajo. Por e përgjithshmja është mjaft ditë e mirë dhe jo diçka shqetësuese.